Në mbrëmjen e 20 nëntorit 2013 në rrugën dytësore Tiranë-Elbasan pranë fshatit Krab, makina Mercedes-Benz me targ AA003NH doli nga rruga në një kthes të fortë të atpjet dhe u rrokullis. Brenda saj ndodhej Sokol Oldashi, njëri nga emrat më të rëndë të Partisë Demokratike, ish ministër i Brendshëm dhe i Transporteve, 40 e ca vjeç. Vdekja e tij tronditi vendin, por bëri dhe diçka tjetër, më zbuluese për Shqipërinë se vetë tragjedia. E ndau opinionin në dy pjesë. Njëra qau një politikan në kulmin e karrierës, tjetra nuk e besoi kurrë se ishte thjesht aksident. Kjo është historia e asaj mosbesueje dhe asaj që hetimi arriti apo nuk arriti ta mbyllë. Për të kuptuar pse dyshimi u ngjit aq shpejt, duhet parë momenti politik. Oldashi nuk ishte një deputet i zakonshëm. Pas humbjes së thellë së Partisë Demokratike në zgjedhjet e 23 qershorit 2013 dhe largimit të Berishës nga kreu, ai po shndërroi në polin më të fortë të Brendshëm kundër linjës së re Berisha-Basha. Ishte njeriu që kërkonte një analizë të vërtetë të humbjes, që vinte në pikpyetje drejtimin e ri dhe që shumë kush e shihte si pretendentin kryesor për të sfiduar Lulzim Bashën. Vdekja e tij në atë çast të saktë hoqi nga tabela figurën që shqetësonte më shumë ekuilibrat e brendshëm të partisë. Kur një rival kaq i papërshtatshëm largohet befas nga skena, dyshimi lind vetvetiu, pavarësisht nëse ka prova ose jo. Mbi këtë tokë pjellore ran farat e teorive. Një pjesë e medias dhe e zërave brenda Partisë Demokratike nisën të rendisin arsyet pse aksidenti ishte i dyshimt. Disa lidheshin thjesht me motivin politik, të tjera ngrinin pikpyetje mbi rrethanat, prania e një personi të dytë në ngjarje, i identifikuar në raportime si Igdi Cara, vonesa e policisë për të prononcuar. Ankesat se vendngjarja dhe qasja e mediave nuk u trajtuan si duhet në orët e para. Shqipëria kishte edhe një kujtesë që ushqente hamendjen. Vdekja e dhunshme e Azemajdarit dhe fundet e diskutueshme të disa figurave të tjera të së djathtës kishin krijuar një bindje të hapur se kush i dilte përballë pushtetit brenda partisë se paguan të shtrenjtë. Në një klim të tillë çdo tragjedi lexohet si atentat. Përballë kësaj vale, drejtësia zgjodhi rrugën e gjatë. Prokuroria e Tiranës mbajti hetimin e hapur për rreth 10 muaj. Mori në pyetje më shumë se 45 dëshmitar, kreu ekspertizat shkencore të nevojshme dhe sipas burimeve të akuzës, verifikoi versionin përmes tabulateve telefonike dhe të dhënave për vendodhjen. Sistemi i drejtimit të automjetit, volanti dhe grupi i timonit u ekzaminua dhe u gjeti rregullt në të gjithë elementet përbërës. Nga rindërtimi i ekspertëve doli një mekanizëm i thjeshtë dhe i dhimbshëm. Rruga e mbuluar me ujë, errësira, një bisedë telefonike me shoferin dhe një manovër e kryer që nxori makinën nga rruga në kthesën të atpjet. Në fund prokuroria e mbylli çështjen me një konkluzion të vetëm: aksident. Këtu qëndron e vërteta e pakëndshme, që një investigim serioz nuk mund ta anashkalojë. Pas 10 muajsh hetimi, asnjë provë nuk u paraqit ndonjëherë që të vërtetonte një dorë njeriu pas timonit apo një ndërhyrje në automjet. Teoria e vrasjes, sado e përhapur, nuk qëndron mbi një ekspertizë të vetme që rrezon versionin zyrtar, por mbi motivin politik dhe mbi mosbesimin. Dhe akuza më e rëndë, ajo që i atribuon vdekjen një dore politike brenda të së djathtës, mbetet një pretendim i pavërtetuar, që personat e nënkuptuar e hedhin poshtë. Ta shkruaja ndryshe do të thotë të ndërtoje një ekzekutim pa asnjë provë, gjë që nuk shërben as të vërtetës, as kujtimit të Oldashit. Por historia nuk mbaron te fjala aksident dhe pikërisht kjo është ana më domethënëse e saj, sepse edhe një hetim 10 mujor me 45 dëshmitar dhe ekspertizë mbi sistemin e drejtimit nuk arriti të binte një pjesë të dhe të opinionit. Kjo nuk flet vetëm për vdekjen e Sokol Oldashit, flet për një vend ku institucionet kanë humbur aq shumë besim sa nuk mund të mbyllin më asnjë dosje, madje as kur konkluzioni vjen i shoqëruar me prova shkencore, kur një shoqëri është mësuar të gënjehet. Edhe e vërteta i duket e dyshimt. Ndaj dosja Oldashi mbetet hapur jo në rrafshin juridik ku prokuroria e mbylli, por në atë të kujtesës kolektive. Ajo është pika ku dhimbja private u përplas me paranojën publike, ku vdekja e një politikani u kthye në pasqyrë të një kombi që nuk beson dot se institucionet e veta. Aksident apo diçka më e errët, përgjigjen e sigurt sot nuk e jep dot askush me ndershmëri. Ajo që mund të thuhet me siguri është se Sokol Oldashi u nda nga jeta në momentin kur peshonte më shumë politikisht dhe se një vend i tërë vendosi të mos e besojë versionin që ju dha. Kjo mosbesuje në vetvete është një nga dosjet më të rënda të tranzicionit.